Sa dhe në gjykatës së posaçme, avokatët e Mediut deklaruan se procesi ndaj klientit të tyre është i paragjykuar dhe kërkuan ndërprerjen e seancës gjyqësore derisa të shqyrtohet kërkesa për përjashtimin e gjyqtares. Avokati i mbrojtjes, Henrik Ligori, u shpreh se është e pamundur që në këto kushte të vijojë procesi gjyqësor, ndërsa Ardian Visha shtoi se në 22 kodit të procedurës penale parashikon pezullimin e seancës derisa të shqyrtohet kërkesa për përjashtim, duke theksuar se mbrojtja e Mediut ndihet e penguar në ushtrimin e të drejtave ligjore. Përplasja mes palëve nisi pasi gjyqtarja Gjoka refuzoi kërkesën e mbrojtjes për të përjashtuar nga salla një të afërm të viktimave të gërdecit, për të cilin avokatët pretenduan se kishte përdorur gjuhë fyese. Pavarësisht debateve të ashpra, gjyqtarja vendosi në seancë të vijonte normalisht. Në seancë ishte i pranishëm dhe vet Fatmir Mediu, i cili akuzoi drejtsinë për qëndrime selektive dhe theksoi se çështja ndaj tij ka prapavi politike. Për një vit e gjysmë depozitojmë kërkesa në GKK dhe nuk kemi marrë asnjë përgjigje. Kjo nuk është drejtësi, deklaroi Mediu para trupës gjykuese. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e prokurorisë kërkuan gjykatës që të pranojë si prova të reja 2 shkresa nga avokatura e shtetit dhe vendimin e gjykatës së Strasburgut, që i ka dhënë të drejtë familjarëve të viktimave të gërdecit. Seanca u shoqërua me tensione verbale dhe akuzime reciproke mes mbrojtjes dhe trupës gjykuese, ndërsa pritet vendimi nëse kërkesa për përjashtimin e gjyqtares Gjoka do të merret në shqyrtim.